vllajin, 3 libra, apo më shumë. 3 libra, do më thënë, me vllaun kemi shkruar 2 libra, Ishte Përheqësimi në Shqipëri dhe Koha Shegës. Ndërsa libri i tretë prej Dulqino në Dinosh, ishte libri i parë im autorial, që shpresoj që edhe lexuesit do ta kenë shumë shpejt në libraritë në Kosovë. Ishte një libër që doja rekomendoj çdo kujt dhe doja shtrëngoj dorën gjithkujt, po e merr vetëm nga një shkak, sepse libri ballafaqon për të parë seri historinë e panjohur të dorëzimit të Ulqinit, Malit Zi, dhe për njerëzit që dojnë të dinë fiset e malësisë, sidomos përbërjen gjenealogjike të tyre, do e gjenë për të parë seri dhe sidomos edhe përbërjen e ADN-s të shqiptarëve nga Kosova. Do më thënë gjenetikën ilire dhe gjenetikën do më thënë gjenit ton V13 dhe pse dhe ku dominon në Kosovë janë gjithë brenda në libër. Në libër po ashtu ka dhe rrëfimin tim për nënën Naxhie në fund, por sidomos unë sepse ka një kaptin të veçantë, pikërisht doja të dilja këtu tek ajo dorëzimi dhe presioni shumë i madh pas Kongresit të Berlinit që të dorëzohet Ulqini, dhe është nga qytetet që pavarësisht të rezistencës të madhe të lidhjes Prizrenit dhe pastaj edhe sepse luftoi gjithë Kosova, gjithë Shqipëria, luftuan gjithë territoret shqiptare, Plava dhe Gusia, edhe kurse presioni ju ndërtue jo vetëm nga Rusia, Serbia, Mali Zi e kështu, Ulqinit direkt, edhe vetë perandoria osmane që nuk ishte ndonjë disponim ta dorëzoj, por e dorëzoj se presioni ishte shumë i madh edhe i anglezëve dhe i gjermanëve. Interesante, ha? Kjo janë dy pyetje, domethënë qasje kryesore. Ishte hera parë kur mblidhet lidhja Prizrenit me 1878, kur ndahen tokat shqiptare me Kongresin e Berlinit, Kongresin famkeq të Berlinit. Në atë moment ndodh një gjë interesante. Mali Zi, domethënë, e kishte Ulqinin me konferencën e Shën Stefanit, kurse me konferencën e Berlinit, Mali Zi ju rrëmbehet Ulqini dhe i rikthehet perandorisë osmane. Perandoria osmane e pjesëve tona, të vilajeteve tona u quajte Shqipëria Osmane. Duhet ta dimë që në ato harta po bëjnë kërkesë dietarët e ri, duhen ta gjenë në Shqipërinë Osmane. Duhet ta dimë se ne si shtet jemi krijuar me 12-ën, domethënë deri atëherë ishte Shqipëria Osmane. Që mendimi ishte me tërheqjen e osmanëve nga territori shqiptar që do bëhet një shtet unik shqiptar, që faktikisht nuk ndodhi. Po çka ndodh? Me dështimin e mbrojtjes të Ulqinit, ndodh që ideja e shqiptarizmës që do të na mbroj Baba Dovleti dhe perandoria osmane bjen, sepse në atë moment ishte faktikisht perandoria osmane që ja dorëzon Ulqinin Malit Zi. E kishte humb luftën ruso-turke. Ruso-turke, ai ishte shkaku kryesor dhe ja dorëzon mu tek një moment interesant kur fuqitë e mëdha të kohës mblidhen tek ujërat e Ulqinit dhe bëhet flota e parë ndërkombëtare kundër Ulqinit, domethënë dhe perandorisë osmane. Kurse ishte pikërisht anglezët me William Gladstone, që ishte kryeministri i kohës, i cili këmbgulçi Ulqini musliman në thojza të jipet, sepse nuk e njihshin kombësinë shqiptare, arnautët konsideroheshin musliman, edhe si atill domethënë ato shifshin racën malazeze si racë më nobel, edhe pse dihet tani dhe me gjenetikë se malazezët janë faktikisht malësor me gjenetik, dhe po dalin që janë edhe shumë të afërt me gjenetikën e fiseve malësore edhe në Kosovë, dhe si të tillë domethënë janë në një lidhje të ADN-s, por të rikthehemi tek kjo çështje e Ulqinit, domethënë ishte pikërisht flotila ndërkombëtare e cila bëri presionin perandorës së madhe dhe nuk dorëzohet pa luftë. Ulqini bën luftë dhe bëjnë shqiptarët e Ulqinit luftë. Shqiptarët disa forcat vullnetare nga Shkodra me Jusuf Sokolin, i cili edhe varrohet edhe më vonë edhe vdek, janë me Mehmet Gjylin, Mehmet Becin, janë domethënë bëhet një luftë e tmerrshme dhe aty vdesin gati përmi 300-400 shqiptar me luftë kundër turkut. Para mendoje duke Mali Zi hyn në Ulqin pa shkrepur një plumë. Po. Kështu thash sikur pa luftë, sepse po dorëzonte perandoria osmane. Këto të dhëna i ke marrë absolutisht nga arkivat? Këto i kam marrë nga arkivat e Britanisë të Madhe, nga shtëpia e përbashkët që quhet House of Commons. Kam pas një fat të madh që të kam një lidhje të drejtë për drejtë me ta, me një pagesë të modeste, që të kem qasjen në dokumentet ku janë edhe në libër, në bibliografinë e librit do i shihni ku i kam marrë dhe tek jam marrë, dhe janë edhe dokumenta origjinale të skenuara që do i shihni në libër, sepse unë them Naim, ne si historian duhet të bazohemi domethënë pjesave primare, dokumentave primare, të cilat janë të dorës parë, mandej të dorës dytë dhe dorës tretë janë ato që janë
thashetheme që ne shqiptarët i kemi të mëdhaja. Ishte thashethemja më e madhe që ja the që e kam thyer për duke zbuluar dorëzimin e Ulqinit është çështja se Ulqini ka pas një marrëveshje të fshehtë me Perandorinë Osmane që pas 100 viteve të rikthehet Shqipërisë. Kjo ishte nuk ishte vërtet. Nuk ekziston, se po t'ishte shkruar. Po t'ishte shkruar do u kthente dhe ne nuk ishte Shqipëri. Ajo ishte gjë më interesante. Na kthyni farborçi edhe anglezët dhe gjermanët dhe të gjithë në vitin 1999. Edhe këtë edhe përmendi, unë e përmendi mu në hyrje të dorëzimit të Ulqinit në libër them që ish pikrisht atë çka bëri Gladstone për Malenezi, bëri Tony Blair për ne për Kosovën më pas. Zëri një kryeministri anglez më dëgjohet, edhe andaj edhe i falenderoj gjithmonë Anglin për çdo gjë që na bën për ne, ndoshta një duratorkite për anglezët. Amerikanët edhe perëndimin, aty ku jemi, ku kemi venin, edhe kemi shumë hise në civilizimin e tyre, pa çka që na kanë marrë kanë shkruar goxha për veti. Them edhe diçka. Ne jemi zemra, domethënë, e Evropës. Gjitha dokumentet më të vjetër dhe zanafilla e njeriu të parë në Evropë gjendet në viset tona. Domethënë, tani po zbulohen gjërat e neolitit tek ne që janë të pamenduara se ishin faktikisht i ka bërë dëra njeriu, që i ka bërë dëra e një njeriu të helshëm që ka jetuar mundëtore dradane të çështjeve antike. Domethënë, që nga antiktiviteti dhe deri sot gjenetika shqiptare ka mbijetuar në forma të ndryshme, por ka mbijetuar me sot me emrin shqiptar. Je baba i 2 vajzave. Po. 2 vajzave, Valona ishte tani 31 vjeçare, kurse Ardita ishte 30, edhe gjyshi një djaloshi 3 vjeçar, Eden e ka emrin. Jam të krenar, nuk kam qef të them gjysh, por tani çka të bëj, domethënë kam pasur fëmijë të ri, kurse jam edhe i martuar me... Tani je burri i kësaj zonjës nga Malësia, Dina Nusreta ishte tani bashortja ime, që kemi 4 vjet që jam rimartuar, edhe që të them një borxh libra prej Dulqi në Ndinosh është pikrisht shtytja e saj që ta bëj një libër, sepse thot ti Sami je shkrimtar, thot nuk ka thot kuptim që të jetosh thot në Ulqinë mos ta bësh një libër. Por mbasi më shtyti ta bëj librin për Ulqinin, thamë unë nuk ka se si mos t'i përmendi edhe Malcin, edhe unë mbaroj librin domethënë me historinë e fiseve kryesore malcore, filloi me Grudën, mbasi Nusreta ishte e fisit Gjokaj të Grudës. Ato janë domethënë Gruda ishte një fis i madh malcor bashkë me Hotin, atë përmendi edhe fisin e Kelmendit, fisin e Shkrelëve, ka domethënë aq të dhëna interesante që lexuesi do të ballafaqohet herën e parë për disa dhëna që ndoshta i kanë ditur, por tani do i kenë libër, sidomos do të jetë edhe historitë interesante e Ulqinit kur ka qenë në Venedikun, që atëherë u njihte si Arbëria Venedike apo Albania Veneto. Këto i ka marrur të dhëna se më pyete ku i ka marrë nga arkivat, përveç arkiveve të Anglisë, kam pasur qasje në arkivin e Dubrovnikut apo Raguzës, në arkivin e Kotorit dhe në arkivin di Stato di Venezia, që është arkiva kryesore e Venedikut sot, edhe aty kam pasur qasje se kam shku në mënyrë drejt për drejt, basi vajza e Nusretës Jasmina punon për organizatën shëndetësore botërore në Venedik, ishte Jasmina Çunmulaj, edhe thaq unë po shkoj në Venedik, basi ta vizitoj vajzën me Nusretën, por pata fat që të bëj edhe kërkimet duke qëndruar në Venedik tek arkiva e shtetit Venedikas, edhe aty u mahnita me volumin e dokumentave për Ulqinin. Për Ulqinin, sigurisht edhe për shqiptarët. Mendoj se kemi folë gjëra të bukura dhe goxha, dhe duke të falenderu nga zemra për prezencën tënde, duke të falenderu për librin, si një volum që në këtë mozaikun e njohjes e historisë shqiptare sigurisht e jep edhe kontributin e vet, dhe do të doja vetëm një pyetje në cilën do të më përgjigjesh shumë shkurt, nëse sot do të kishe përballë Bab Flamurin edhe Nën Naxhien, çfarë do të thoshe? S'do i thosha asgjë, do ishte një heshtje, por do i shtrëngoja shumë fort. Se si kemi shtrënguar shumë, babajnë se kam shtrënguar kur ka me tengi. Ka me tengi se kam shtrënguar sa ke emocionuar për dhe të thëmë. Sami Flamuri, ishte knaqësi që të ishte në safë. Faleminderit. Ishte